Të dashur shikues, po rikthehemi edhe në një epizod të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi komandantin e divizionit të Kukësit të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, General Kudus Ilame. General, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit që pranove ftesën dhe insistimin tonë për me konë në studio. Ja, mba qefi që ta plotësova dëshirën dhe më kriju mundësia për këtë, dhe shpresoj të plotësohen edhe pritshmëritë nga kjo bisedë. Po, shpresojmë. General, keni fillu në vitet e 70 si ushtarak. Qysh ishte fillimi? Shiko, realisht jo se kam ditë në gjë të madhe për ushtërinë në atë kohë. Por e kam zgjedhur ushtërinë si profesion për të qenë sa më i dinjitetshëm, sa më serioz, sa më kërkues ndaj vetes, më thonë, për të qenë dikush. Më duke sikur po t'ishe me uniform ishe dikush. Dhe unë mendova që duhet të futesha në këtë lloj veprimtarie. Mas si u futa në ushtëri, fillova ta studioj dhe ta njoh mirë profesionin. Mas si fillova karrierën, u përpoqja të shërbej sa më shumë vendit punës, për të qenë vërtet në çdo hap i dinjitetshëm, dhe kam bërë një karrierë të mrekullueshme, domethënë karriera ime ka ecur në këndin 45 gradë, nga 70-ta deri në 2006 kur kam dalë në pension. Nuk kam pasur asnjë luhatje, asnjë tronditje, asnjë ulëngritje, por 45 gradë. Dhe është karriera më ideale që mund bëjë një njeri, jam i lumtur që e kam pas kështu. Pra, keni fillu si 20 vjeçor si ushtarak. Vitet 70 kur komunizmi u kon, domethënë, ditët më të mira ti. Sa u kon vështirë? Shiko, në atë kohë me punu në ushtëri ishte realisht nder, jo vetëm nder, po edhe ishe i privilegjuar në pikpamje të pagës, në pikpamje të jetës që bëje, në pikpamje të ardhura që kishe, sepse ishin rrogat më të mira se në sektor të tjerë. Ishin përfitimet më serioze dhe bëjnë një jetë më dinjitetshme, pa folur që kishte edhe kishte në uniformës e të veshjeve që të gjëra që të krijonin privilegje në të vazhdueshme, jo privilegje që abuzive, por privilegjet normale të punës, të vendit punës dhe të llojit profesioni që ishte zgjedhur. Kështu që ishte një profesion i mirë, pavarësisht nga kushtet, megjithëse vërtet në vitet 70 edhe popullin përgjithësi nuk ka jetuar keq. Ka jetuar mirë, deri nga viti 79 ka qenë në rritje niveli i standardit jetesës. E pas viti 79 pastaj ka pësuar një rëndje që nuk e di pse u mora i vendim dhe pse ndodhi ajo që e shkatërroi gjithë Shqipërinë. Gjatë viteve keni ngritën detyra. E kam po me një intervistë që keni thonë që janë plot 6 puna që i keni mbot për gjatë jetës. Po, për 36 vjet kam kryer 6 detyra, domethënë. Nuk kam qenë nga ata që ndro sot e ndro nesër. Unë kur kam marrë një detyrë kam mbajtur 5 deri 8 vjet. Njëjtën detyrë, nuk e kam ndryshuar më nivelin e detyrës. Kështu që kjo është ka të bëjë edhe me sigurinë që kam ndjerë në punën time. S'kam pas nevojë me ik asnjëherë që nga e vështirë kjo të kaloj me i tjetër, apo më pëlqen kjo do të futem me i tjetër, apo duhet dal prej kësaj të futem atje. Kam parë punën e kam bërë mirë dhe kam ecur krejt normal në jetën time pa pretenduar për asgjë. Do të thonë një konë ushtria dhe ka ndru 2 sisteme. A mundi me nai vum pa dallimet mes 2 sistemeve që ka ndru ushtria për shkak gjatë periudhës komuniste edhe në sistemin demokratik? Ushtria është ushtri. Dhe sipas meje, ushtria duhet të mbetet ushtri në çdo lloj sistemi. Nuk ka ushtri të komunizmit dhe ushtri të kapitalizmit. Ushtria është një standard e gjithë botës.
Standardi është rritje e profesionalizmit, e disiplinës, edhe teknologjisë, edhe guximit e moralit për të mbrojtur atë dhënë. Nuk ka ushtria komuniste kështu apo ushtria kapitaliste ashtu. Tek ne në Shqipëri është kuptuar pak keq kjo punë. Është kuptuar keq sepse është menduar se ushtria e komunizmit duhet shkatërrohet që të lind një ushtri tjetër që nuk duhet të jetë si ajo. Po nuk ka fytyrë tjetër ushtria. Nuk mund të ketë. Për shembull, unë kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe e kam qenë në vitin 96. Dhe jam befasuar kur atje gjatë inspektimit të reparteve të ushtrisë e kam gjetur ushtrinë një lloj sikur e kishim në kohën e diktaturës. Të njëjtën ushtri. Pra ne kishim pas ushtrinë në nivelet e ushtrisë amerikane. Në atë kohë. E kam gjetur atje dhe u befasova që unë tani në 96-ën po gjenjeshëm repartet e mia në një farë mënyre të viteve 70-80 në Amerikë. Pra, ushtria nuk ka ngjyrë shteti, as ngjyrë pushteti, as ngjyrë sistemesh. Ushtria është një. Ushtar të aftë, përgatitur, të disiplinuar me teknologji të nivelit kohës për të kryer detyrën luftarake në front. Në Shqipëri u kuptua keq kjo punë dhe u bën një luftë e egër kundër ushtrisë. Siç u bën gjitha fushat e tjera. Bile ushtria ka bërë rezistencë. Prandaj ndodhi ajo katastrofa e 97-s. Sepse ekonomia shqiptare, arsimi, bujqësia, blegtoria, transporti, tregtia, sistemi shëndetësisë, nuk di, thashë sistemi arsimor. Të gjitha këto fusha, industria, miniera, fabrika, uzina, punishte, gjitha. Sistemi i tregtisë, sistemi i prodhimit të mirave materiale në Shqipëri që ishin gjitha ato kombinate, gjëra që prodhonin gjitha gjëra që i nevojiteshin popullit dhe që eksportonin. Të gjitha këto u shkatruan në vitin 91-92. E u bë rrafsh. Sepse u thënë, janë të komunizmit, duhet shkatëruar gjithçka që ka ndërtuar komunizmi, sepse do na vini që ki bardh, e do t'i ndërtojmë të reja që nuk keni parë në herë sa të mira do jenë. Dhe që ku i bardh se erdhi kurrë sot e kësaj dite s'ka ardhur, dhe ne po vuajmë atë shkatërimin e 91-92-shit dhe sot e kësaj dite. Mirë po çfarë ndodhi? U shkatërua rendi publik. Arriti puna deri atje me thonë sa të mirë këta policët e demokracisë, sepse nuk konsiderojmë më polici siç ishte para vitit 90-91. Dgjoj, do t'ju them një gjë shumë interesante. Unë e kam marrë vesh në vitin 92 se kriminali mund të bëjë një krim dhe t'i kenë drejtim pa ditur. Nuk e kisha ditur se ekziston kjo mundësi deri në vitin 92. Më kishte shku gjysma e jetës dam se nuk e kisha mësuar këtë lloj modeli. Sepse s'notë kurrë që kriminali të bëj krim dhe t'i kenë drejtim pa ditur. Kriminali po bënte krim, shkon te polici, i thoshte policit mi lidh duart se kam vëra filanin, shkoni se e keni gjenazën në filan vend. Nuk i këtë ndërtim pa ditur ai. Pra në Shqipëri atëherë thuaj, në qoftë se në gjithë botën thuhet që shteti e zë lepurin me kerr, në Shqipëri lepuri hip vetë në kerr. S'ka nevojë me ndjek shteti as me kerr. Seriozisht jo. Ne kam rraf filanin që lidhëm që e ke atje të plagosurin atje, shkoj merre. Shkon te policia merrte atje. Ai vinte vetë e kallzonte. S'kishte nevojë. I kallzoheshin vetë krimet që bëheshin. Nuk kishte nevojë me ndjek policie me ik ndërtim pa ditur. Unë se kisha ditë se ekziston kjo mundësi, kjo mënyrë veprim. E mirë, kurse vetëm institucion që nuk u shkatërron atë dish ishte ushtria. Megjithëse në ushtri u hoqën me një urdhër 16.000 oficerë në oficer, me një urdhër, për i ditë. Unë zorë në lirim. Unë zorë me mosh, 49 vjeqe lartë, në lirim. Kush nuk ka kry arsimin e plot, po ka kry arsim rezervist, por është veshur në ushtri, në lirim. E tjerë, mirë s'ka nësi kriteret që u caktuan, por 16.000 për një ditë. Dhe
Asgjë tjetër nuk ndodhi në ushtri. Ushtria ngeli ajo që ishte. Me teknologjinë, me repartet, me organizimin, me armët, me mjetet, me municionet, me gjitha çfarë kishte ushtria ngeli ajo që ishte. Me aviacionin, me flotën luftarake detare, ngeli në ato nivele. U dash në 97 që ta shkatërroi ushtrinë. Prandaj u krijua ajo në 97, nuk u krijua për Ka pas në lidhje edhe me Kosovën në 97? Jo, s'ka pas lidhje. Shiko, agjenturat që kanë punuar mund të kenë lidhur, po jo në konceptin si që thonë, duhet hapeshin depot në 97 që të armatose UÇK-ja. Ka zonat që Ja. Agjenturat po, duhet shkatërruar Shqipëria, sepse po fuqizoi Kosova dhe duke qenë Kosova në tentativë për të ngritur në këmbë përballë një Shqipërie të shkatërruar, ajo do mbetej midis katër rrugëve. Pa folur që ushtria qendrore e Kosovës e shfrytëzoi këtë situatë. Krijoi struktura logjistike në gjitha hapësirat e Shqipërisë. Mlodhi gati 1/3 në armëve. Rreth 30% të armëve i bleu në për fshatar, në për qytetar, në për njerëz. Po me para të diasporës. Nuk e di unë me çfarë parash, i bleu. I grumullojnë makina, i çojnë në për magazina, i çojnë Kosovë. Kupton apo jo? E shfrytëzoi UÇK-ja këtë. Por UÇK-ja nuk shfrytëzoi vetëm këtë, se UÇK-ja ka sjell armë nga Amerika, nga Franca, nga Zvicra, nga Anglia, nga Australia. Në gjitha anët e botës ka sjell armë UÇK-ja. Ajo ka qenë fuqi, makineri botërore. Nuk ka qenë UÇK-ja që shduam ta paraqesim ne sot këtu. UÇK-ja ka qenë makineri botërore. E shtrirë në të gjithë hapësirat e globit. Me kapacitete të çuditshme. Që ne as arrim të konceptojmë sot gjitha ato kapacitete që ka pas ajo, dhe gjitha ato mundësi, dhe gjitha ato përgatitje që na solën ku jemi sot, që jemi të lumtur edhe unë ti e bisedojmë në qetësi, s'jemi të kërcënuar nga askush, se s'jam akujt në kërcënoj, jo për ne gjë tjetër. Për nëse me hub ku shkojmë te direktori i UÇK-ja, për shkak dhe ju kena thirrë sot, cilat kanë kur dëgjut për spori herë për UÇK-n, cilat kanë kontaktet e para që i keni vendosur me historitë të UÇK-s. Shiko, unë për UÇK-n kam dëgjuar më herët, sepse filluan të shkruajnë gazetat, dhe duke lexuar gazetat shikonim edhe për aksione që kryeshin, edhe për komunikata që dilshin, edhe për gjëra, domethënë kishim, por unë nuk kisha në marrëdhënie me UÇK-n. Nuk kisha në marrëdhënie me UÇK-n deri kur unë erdha komandant e divizionit të Kukësit në vitin 97, në mars 97. Për t'ju informuar, duhet t'ju them që divizioni i Kukësit ka pas një shtrirje të zonës së tij të përgjegjësisë, nga Korabi, në Plavë e Guci, në Vau të Denjës, afër Shkodrës e në Lurë të Dibrës. Ky ka qenë zona e përgjegjësisë e divizionit të Kukësit. Në pikpamje fronti përmbledh gjithë frontin e kufirit me Kosovën, një pjesë Maqedoni dhe një pjesë Malzi. Dhe duke patur parasysh këtë, kur unë erdha në këtë detyrë, rruga UÇK-s kuptoj që do të ishte nëpër Shqipëri, sepse ajo ishte shpina apo prerja e UÇK-s, quaj si të duash. Unë do kam qejf ta quaj prerja e UÇK-s, se po të mos ulej në atë prerje UÇK-ja, nuk mund të kishte një ecuri në drejtim të frontit. Do të ishte më e vështirë se krijimi i ushtrisë në një hapësirë të pushtuar, të sunduar dhe të kontrolluar me rreptësi në të gjitha mjetet, mënyrat dhe forcat e armatosura e të spionazhit është e vështirë të krijohet. Por duke patur një prerë ku mund të ulesh, ku mund të mendosh, ku mund të kthjellosh mendjen dhe ku mund të kesh bazë për të nisur për të ecur, punët sikur lehtësohen. Kështu që Shqipëria ka qenë prerë që e ka mbajtur ushtrinë qendrore të Kosovës dhe e ka mundësuar që atë kryej detyrat e veta. E në këtë prerjen mua më solli fati që të jem portieri që kisha qelës në portës aty për ta hapur, për ta mbyllur. E përdesa unë erdha u bëra portier aty në një farë mënyrë, jo portier në kuptimin vërtet, po isha komandant i zonës dhe si i tillë, unë isha ai që e kontrollonja atë zonë. Normal që do të më kontaktonin mua ata, thonin që ne jemi duke luftuar, a do të
ecim bashkë, apo do të jemi veç e veç, apo do ta kemi frikë njëri tjetërna, do ta mbështesim njëri tjetërna, do ta duam njëri tjetërna, do ta urrejmë njëri tjetërna. Gjitha këto. General, au kon pozite vështirë për juve në atë kohë, se Shqipëria domethënë prej ndërkombëtarëve ka pas kur qysh mos me marr pjesë luftë as edhe me ndihmë kështu qoftë edhe ilegale. Po normal. Ju dosht me Po normal, po ashtu ishin ato probleme. Unë isha i detyruar me dalë përpara gjithë organizatave ndërkombëtare edhe gazetarëve të botës me bë deklarata që nuk po ndodh asgjë, nuk ka asgjë, këtu s'ka kur gjë, këtu s'lëviz asnjë armë, këtu s'lëviz asnjë luftar, edhe mas dite me organizu luftar të shkojnë detyrë. Duheshin për të dyja, se nuk mund dalim ne të gjvishemi përpara botës, na shikoni sa të bukur jemi dhe pastaj na jepni të drejtë, a kemi të drejtë të luftojmë apo s'kemi të drejtë. Luftrat nuk bëhen me deklarata publike. Luftrat bëhen me plane sekrete. Edhe zhvillimet kombëtare bëhen me plane sekrete. Deklaratat publike janë për t'i marrë publiku. Edhe politika duhet të jetë politikë e dyanshme. Ka një politikë për publik, ka një politikë që është e brendshme që megjithëse luftohet për pushtet nga partitë e ndryshme politike, për shembull të Kosovës apo Shqipërisë, pak rëndësi ka, kur vjen puna tek problemet kapitale, kardinale, ata s'duhet të nxjerrin sekrete njëra tjetër, se atëherë nuk janë shërbim të dhëutët të kombit as shtetit. Ata pastaj u shërbejnë atyre që duan të mos ekzistojë ky komb apo ky shtet. Ndaj janë shumë të rëndësishme këto gjëra për t'i patur në vëmendje. Por t'jeni të sigurt, edhe shtetarët apo organizatat ndërkombëtare serioze të kuptojnë kur e ke seriozisht. Dhe nuk mbeten të pakënaqur kur i mashtron. Përkundrazi, ndonjëherë edhe të ndihmojnë që ti mashtrosh. Ndonjëherë vin në ndihmë, ta gjesh fjalën që ti mashtrosh. Dhe unë i kam përjetuar gjëra të tilla, i kam parë realisht në kontakte që kam pas që ata jo gjithmonë donin të dilte, sepse kishim bënim me një ushtri, siç ishte ushtria qeverimtare e Kosovës, që gjithçka e sillte me shpinë, me thes, me kal, në përmal, pa rrugë, përballë një ushtrie e një policie, që kishte fabrika, uzina, kombinate të prodhimit të pushkëve, mitralozëve, të topave, të tankeve, të avionëve, të raketave, e të municioneve të gjitha llojeve. Tani si mund të bëhet kjo luftë në këtë mënyrë, nëse do t'i vëmë kamën në fyt këtij që e ban pushkën në shpinë në përmal? Nuk kanë qenë budallë, edhe ata e kanë parë se këta njerëz që duan luftojnë, që duan të fitojnë lirinë, nuk mund të vijë kamën në fyt, se ashtu ata duhet vdesin. Prandaj jo gjithçka është ashtu siç duket në hapësirë, në terren. Ka edhe gjëra që duket sikur janë ndryshe, po ecin në normalitetin e një marrëdhënie për të mos ia prishur njëri tjetrit, për të ecur atje që duhet e ku duhet. Takimi i parë me UÇK-n është me Ramin e Luan Haradinajt. Po, thash bile më atje tek ajo akademia përkujtimore, thash mua më është dukur sikur pushkën e Luanit e kam trashëguar unë, sepse Luani ka rënë dhej me datën 7, si sot, është varrosur në Vllanë, dhe unë si sot jam betuar si luftari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka rastisur kështu që në atë ditë unë të jap fjalën dhe më është dukur, jo se unë vetë kam qenë zvendësues i tij, apo në një farë mënyrë unë kam qenë dhe mua më është dukur sikur ai ma ka lënë armën mua për të vazhduar luftën më tej, ashtu sikur mund të thirrën shumë të tjerë që ma ka lënë atyre, sepse ajo ditë mund të ketë qenë realisht shumë e madhe. Të mos harrojmë, varri i Luanit ka qenë kthyer në një vend pelegrinazhi të rrugës për drejt luftës. Në repartet njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës që vinë drejt Kosovës për ty në front, me dëshirë të madhe shkonin njerë, ndaleshin përpara varrit të Luanit, bënin homazh e nderim tek varri i Luanit, bënin një betim te varri i Luanit dhe pastaj vazhdonin e futeshin në Kosovë me shumë krenari, me shumë devotshmëri, sikur kishin marrë një urdhër nga një hero që ishte ndalur aty për të pushuar pak, por që nuk ishte ndalur luftën e tij.
Atëherë plagos edhe Rafet Roma, ku keni një takim me... Po, shiko, realisht kur është plagosur, kur është vrar Luani, unë nuk e kam ditur kush është ai që është vrar. Mua më kanë thënë është vrar një student, kufi. Një grup studentësh kanë qenë duke shkuar pranë shtëpive të tyre dhe atje janë pritur nga forcat ushtarake të Jugoslave dhe është vrar një student, është plagosur rond një tjetër, janë plagosur një dy të tjerë. Dhe ku është i plagosur, i kam pyetur unë, është në spital në Kukës, shefi i shtabit tim në atë kohë, kolonel Malik Doqi, që kishte pasur një hori se nuk ishte punë studentësh, po ishte punë luftëtarësh, se ai kishte pas informacion para meja. Koloneli më kërkoja ditë mëngjes me datën 7 si sot që të merrte një tokë ushtarësh për të bërë nderime për atë studentin e vrarë kur të varrosej atje në vlla. Pam treguar mua që ai ishte një komandant i rëndësishëm i ushtrisë kombëtare të Kosovës. Dhe unë tash merra atë tokën e ushtarëve, shko, kurse unë po shkoj shoh këtë të plagosurin ke spitali. Dhe kështu i ndam punë. Unë shkova te i plagosuri, ai shkoi në detyrë atje dhe bëri omazhe të Varri dhe Krisjarmët për të nderuar të ronin, Luanin atje në Vllanë. Kështu ndam punë atë ditë. Kështu unë njoha unë me Rafetin atë ditë, që ishte i plagosur, kuptohet. Dhe mirë, më vjen mirë që unë se pash Rafetin më prej asaj dite deri kur është liruar Kosova. A kujton të atë ditë jo? Ha? A kujton të Rafeti atë ditë? Nuk e kam pyetur, a kujton atë ditë, sepse, shiko, atë ditë ai ka qenë në traumë, ka qenë i plagosur rond, ka qenë në nacion, ai ka parë një njeri me uniformë të koka, se ka ditë se kush është ai me një uniformë kamuflazhi, të dalboje bile. Kupton, se ka ditë kush është ky që më erdhi këtu, thjesht bile di që ishte i mbyllë sytë, ishte në fort, s'donte as me më pasë që ai isha unë, nuk e dinte ai isha serb, ai isha shqiptar, që ai isha unë. Ndaj, nuk e, po unë e kam mbajtur në memorie dhe kam kërkuar në vazhdimsi, kur ka ardhëm ka takuar mes luftës, sepse ai si ju shëruan plak, ishte kthyer me herë në Kosovë dhe s'kishte kohë mu marrë me mu. A ditë e keni taku, dhe me thonë sot e 28 vjetë me por, ka qëllu rasësh dita së dhe e 7, e keni taku Xhavit Halitin. Cilat ishin kërkesat e Xhavit Halitit ka shijush? Po, Xhaviti erdhi më kërkoj të më takonte, sepse tash edhe herë. Unë isha ai njeriu tani që ata dikush duhet më takonte mua, përderisa ai ishte vendosur të bëjë luftë, përderisa ishte krijuar një ushtri, përderisa do veprojë në atë zonë, zona nuk mund vepronte jashtë njohurisë time, jashtë dienisë time, por unë duhet të isha pjesë, ose ata duhet vinin një barrierë dhe ta kuptonin që unë nuk mund të isha pjesë e tyre dhe të gjenin mënyrën se si të më anashkalonin dhe të më kundërvjeshin në një mënyrë një tjetër, se s'kishte rrugë tjetër. Kështu që Xhaviti kërkoi të më takonte, unë e pranova, takuam në qytet në Kukës. Ai më parashtroi për herë të parë, ai më ka dhënë informacionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, për luftën që po bëhet. Ai më tregoi atë që ai djali që u varros në Vllanë nuk ishte një student, po ishte një komandant i rëndësishëm. Se ai për atë punë kishte ardhur me varros Luanin atë ditë dhe u kthye për të qëndruar në Kukës dhe për të takuar me mua për të vazhduar më tej veprën. Ka pas një kërkesë më specifike? Ja. Që me lëviz lirshëm ose me u mundësu? Ja, ishte kërkesa fare thjesht dhe shumë sinqert dhe shumë drejt për drejt. Kjo është gjendja jonë, dhe punë po bëjmë, këtu duam të arrijmë. Nëse kene vërejtje në kallëza. Dhe e dyta, do në animosh apo s'do në animosh? Ka ishte drejt për drejt e punë, nuk ishte aty... Që është diplomaci? Ja, s'kishte aty diplomaci fare. Edhe unë i thash për këti moment jam i gatshëm të rreshtohem në ushtrinë shqiptare të Kosovës, sepse e ndjej obligim se është vendi im. Edhe unë e kisha për detyrë të isha ushtar. Nuk kishte rrugë tjetër. Përndryshe unë duhet isha shqiptar. Ndaj nuk ka pas shumë debat në këtë çështje. Për me zbarë këtë pjesë, dhe me thonë, cili kanë roli ju në fund në gjysmën e dytë 97, shit pasaj 98, që kanë rrjedh gjonat me Riun e Shqipërisë?
Shiko, problemi është Që me shku kronologjikisht mos me problemi është ky që unë kisha një gjë të qartë fare. Nëse nuk fiton të Kosova, përse duhet isha unë atje me gjithë të divizion? Përse? Cila ishte vlera? Së dyti, nëse binte Kosova, cila ishte siguria që Serbia me Jugosllavinë bashkë nuk do të sulmonin Shqipërinë? Atëherë, duhej luftuar me forcë. Të bëj Kosova sa më e fortë, të bëj ushtria qendrore sa më e fortë, të luftonte ajo sa më shumë, të arrinte ajo sa më shumë suksese, në qëllim që Serbia jo të mos guxonte të vinte këtej, po të shtyhej atje më tutje për ta nxjerrë jashtë Kosovës. Ky është një synim i qartë për mua dhe nëse unë nuk do të kisha këtë këndvështrim, nuk duhet isha oficer fare, unë duhet isha lopqar. Po të mendoja unë që po merdi mua këtu ke porta ime, do ta pres këtu, unë ju bëni çfarë të doni ande. Atëherë unë s'mund isha oficer, unë do isha një çoban lopsh që nuk vleja për asgjë. Kurse unë doja që lufta të zhvillohet atje, mundësisht në kufi midis Kosovës e Serbisë, o mundësisht edhe më tutje se ajo, që mos dobësohet qytetari i Kosovës, shqiptari në Kosovë, mos dobësohet ushtari në Kosovë, mos dobësohet luftari në Kosovë, për ta patur sa më të garantuar këtë situatë dhe për të ecur drejt fuqizimit të asaj lufte dhe për të arritur këtu ku kemi arritur. Unë mendoj se luftëtarët më kanë dëgjuar. Mendoj se jam përpjekur të jap më të mirën aq sa kam ditur. Jam përpjekur të jap mbështetjen më të fuqishme aq sa kam mundur. Dhe jam bë pjesë e tyre me aq sa ka ecur situata në ato kushte që kanë shkuar dhe më duket se mirë është vepruar. Jam i kënaqur me atë që është bërë. Mos ndodhë më, ndoshta shumë gjëra bëhen më mirë sa atëherë. Por s'kam qef të ndodhë herë për çdo tjetër. Në atë kohë, me cilat figurat të luftës jeni njoft? Është Nasim Haradinaj që ju përmend shpesh në për intervistat që i ka publike për luftën. Shiko, mas Gjavitit tek unë ka ardhur Daja, Zemsyla, që ish komandant i përgjithshëm i UÇK-s. Gjaviti merrej më shumë me udhëheqjen politike, diplomatike, komunikimet këto, kurse Azemi ishte për problemet ushtarake, fuqizimin, armatosjen, organizimin e luftëtarëve, rritjen e njësive të forcave dhe ata të dy bashkë për mua kanë përbërë një komandant të shkëlqyer, të jashtëzakonshëm. Gjaviti me atë qetësinë e tij apostolike, mund ta them, dhe me atë komunikimin e të gjithanshëm që kishte, dhe Azemi me atë energjinë e pashtershme, më thënë që nuk ndalej as natën as ditën, s'dinte të ndalej. Kishin krijuar një kombinacion të mrekullueshëm, një komandant solid që asnjëherë nuk lëkundej. Por njëkohësisht, unë nuk mund të them se ata kanë vepruar kokën vete, në mënyrë absolute. Ata nuk kanë marrë asnjë vendim pa pranimin dhe konsultën e anëtarëve të tjerë të shtabit përgjithshëm, në mënyrë absolute. Asnjëherë jo. Domethënë, edhe nëse vendimi ose mendimi i kolegjial i shtabit përgjithshëm binte ndesh me atë opinion, mendim që kishin ata vetë, ata do të mbanin, do të ligjëronin atë që thoshte shtabi i përgjithshëm. E kishin si normë këtë, si normë të jashtëzakonshme. Ishte e prerë kjo, sepse anëtarët e tjerë shtabit përgjithshëm ishin në Kosovë dhe ata njihnin terrenin më mirë dhe realisht çdo komandant kështu vepron. Azemi njëherë ishte mren në Kosovë, njëherë ishte jashtë, do lvizte, shkonte, vinte sipas situatave që i krijoheshin. Gjaviti përgjithsisht ishte jashtë sepse merrej me Amerikën, merrej me
me Europën, merrej me politikën, me diplomacinë, merrej me shtetin shqiptar, me të gjithë hierarkinë e shtetit. Dhe do të ishte andej sepse nuk bëhej vetëm kjo punë. Dhe të tjerët ishin në Kosovë gjithë. Hashimi, Kadriu, Rama, Sokoli, Jakupi e të tjerë me radhë ishin në Kosovë. Për rreth hoj, kur vendosin këta kështu, ata thonin po, ashtu bëhet. Ishte pa diskutueshme fjala e tyre. Ka qenë një shtab i mrekullueshëm, megjithëse ka qenë një shtab lufte ose unë e quaj qeveri lufte, që realisht ka luajtur rolin e një qeverie lufte. Ti është vetëm një lloj shtabi. Po ajo është një shtab që ka bërë politik, është një shtab që ka shikuar sigurinë e qytetarëve, është një shtab që ka luftuar për ta shtyrur vendin, është një shtab që ka parë edhe marrëdhëniet civile ushtarake, është një shtab që ka parë edhe situatën se si lëviz, se si ushqehet njerëzit, se si shumë gjëra si furnizohen e tjera me radhë, që ka qenë një qeveri mali, një qeveri lufte që ka funksionuar mjaft mirë, pavarësisht nga pamundësitë, pavarësisht nga vështirësitë. Se ata rrugët nuk i bënin me autostrada siç i bënin jo sot, i bënin komb. Dhe luftosh të udhëheqësh duke luftuar duke ecur në komb është pak vështirë. Përveç ushtrisë, so kanë ndihmuar popullota civile e veriut të Shqipërisë, domethënë ajo çkës. Kena disa familje që përmenden vazhdimisht, është familja e Sulejman Berishës, domethënë familjarit Sali Berishës, familja Hokle dhe familja e Adrian Krasniqit, nëse nuk gaboj, e ndomen dy pjesë. Disa familjarë kanë jetuar në Tropoj. Unë nuk dua t'i ndaj kështu. Realisht, gjithë populli i zonës Smalësis Zjakovës, si thonë, zonës Tropojës, zona Hasit, edhe Lumës, të tre këto krahina, kanë qenë super të përkushtuara për të ndihmuar luftë. Në çdo derë është hapur luftarëve. Çdo derë është hapur luftarëve. Çdo cobuke që ka ekzistuar jo është dhënë luftarëve. Çdo ndihmë e mundshme është dhënë luftarëve. Ma shumë e kam të furnizimi me ormë. Po, thot dikush, po ne kemi rreshtu kuajt, po i kemi marrë edhe me qera kuajt. Shiko, mu nuk mu intereson shumë, a ja kanë dhënë ata dikujt 5 lek për me jetu. Kupton? Por realisht njerëzit kanë qenë shumë të përkushtuar. Pa parë, as çështje shpërblimesh, as çështje interesash, as çështje për mua, shteti i Kosovës ju ka borx divizionit të Kukësit, që nga ushtari i fundit deri tek komandanti duhet t'i bënte veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kupton? Dhe popullit të zonës që 50% duhet t'i kishte përzgjedhur t'i kishte bërë veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur them veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk kam parasysh atë lloj paloshpërblim që marrin disa. Ajo është një paloshpërblim që është abuziv, që s'duhet ta marrë kërkush. Dhe me pas mendem mia gjithë ata luftarë që e marrin nga përplasjen natyre qeveritare për surrati, ata 170 euro sa marrin, ata duhet m'jau përplas surratit qeveritarëve politikanëve gjitha ngjyrave, jo njerëz ngjyrë. Është banaliteti më i madh që i bëhet luftës shqiptare dhe luftëtarëve. Pra kur them veteran lufta nuk e kam fjalën ke shpërblimi. Unë nuk më intereson, a marrin shpërblim as marrin. E rëndësishme është që të njihet vlera e luftës, të njihet vepra e njerëzve, të njihet ajo që ka ndodhur, që është përkushtimi i tyre. Dhe mos harroni, në ata zona, në një farë mënyrë, dashje pa dashje, është zhvilluar një luftë, se dhe aty janë vrarë njerëz. Po si janë vrarë me qifte, janë vrarë me armë të serbëve, janë vrarë në të gjithë zonën, ka të vrarë, e të plagosur. Pra në një farë mënyrë, edhe atje, pavarësisht se si janë zhvilluar ngjarjet, por lufta ka vazhduar, ka qenë e pa ndërprerë, ka qenë e pa shkëputur. Nuk ka pas një front lufte, një front pa lufte. Ka qenë një, gjithçka ka qenë një. Duam s'duam ne ajo zonë, me gjithë atë ushtri që ishte divizioni i Kukësit, kanë qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Le të deklaroj kush të doj, si ti doj qefi, jo s'kanë qenë, jo kanë qenë, jo ka dash, jo s'kanë dasht.
Se po merren njerëz dhe me budalliqe, thot po, e ka arrestu, fjala vjen X qeveritar, s'po marrë emra tani unë, filonin apo fistekun në Tiranë. Ore, po nuk arreston kryeministri as presidenti filona fisteka në Tiranë. Kudo si lamës i gjenet një pistolet në breze, arreston polici, atje e qonë atje në komisariat, sqarohet e lëshon shkon punë vetë. Po tani pse duhet ta etiketojmë ne ti vëmë etiketa e bëje, për t'i smadhu gjërat. Gjitha këto budalliqe në Kosovë kanë lindur pas lufte, pas qershorit 99. Lufta ka qenë shumë e pastër, shumë e mrekullueshme. Ka pas ca budalliqe politike, ca pranime mos pranime. Kupton? Si po të ardhur një politikan në Kosovë që në shkurt 99 thoshte në Kosovë edhe luftohet edhe s'luftohet. Si më rëqene birqeni politikan, vjen në Tiranë ti dhe thunë Kosovë edhe luftohet edhe s'luftohet. Atje po bëhet kërdia në të dy kratë, ti thua edhe luftohet edhe s'luftohet. Se pse sa e kishte familjen në Tiranë. Jeton dhe vetë në Tiranë, bëhet një deklarat në Tiranë. A të bësh deklarat në Tiranë është kollaj. Më kupton. Pranaj periudha luftës për mua ka qenë Nobel. 24 karatëshe. Kurse pas lufte, për interesat e veta, çdo parti do ushtrin e vet, çdo parti do dëshmorët e vet, çdo parti do invalidët e vet, çdo parti do veteranët e vet. Jo, nuk funksionon kështu. Kështu shkatërrohet historia kombëtare. Kështu shkatërrohet e kaluara dhe nuk sigurohet e ardhmja. Kështu thjesht dikush bëhet deputet, dikush ministër, dikush president, dikush kryeminist, për turpin e vet. Nuk bëhet, nuk funksionon kështu. Për gjeneratën më të re, për shembull jam 97 edhe ne nuk e mojmë domethënë luftën. Pasqyra e luftës është një rrëmujë e vërtetë për neve, për asaj që na u ka prezantuar mas luftës. Absolutisht nuk është rrëmujë lufta. Lufta ka qenë me disiplinë. Lufta ka pas vetëm një indisiplinim. Ushtria qëndimtare. Një mungesë disipline ka pas. Shpesh e luftarët iknin pa leje shkonin në front. E vetëm ja thyre disipline që ka pas ushtria qëndimtare e Kosovës. Dhe kjo ka ndodhur për i vullnetit të mirë. Veja e me ti pastaj. Unë po them, e vetëm ja thyre disiplinore që ndodhte në ushtrinë qëndimtare e Kosovës ishte se shpesh ushtarët, luftarët iknin pa mbaruar fazën e përgatitjes dhe shkonin në front pa marrë leje. Kjo është quhet thyre disiplinore e rëndë në atë kohë. Por kjo ka ndodhur, asgjë më shumë. Kush i copton më shumë, këtu thot, ja kanë pas konflikte, ja s'kan dash, ja këta kanë dash, ja s'kan dash, të gjitha këto janë shpikjet pas qershorit 99. Për turpin atyre që i deklaroj. Absolutisht nuk ka pas asnjë konflikt. Absolutisht nuk ka pas asnjë vështrim të shtrembër. Absolutisht unë kam qenë i gatshëm ta vendos shpinën time në gjoksin e çdo luftëtari të ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Të cilit do, pa përjashtim. Se një uniform kanë pas gjithë. Dhe që budalliqe që deklarojnë 1000 ushtëri tani. Ca na i qojnë në diasporë, ca na i qojnë në Tiranë, ca na i cilin në Kosovë, ca na i cilin, ku du se nga i qojnë, nga i kryojnë këta ushtëri. Është pistolleku i pas qershorit 99. Dhe me aktorë tjerë të luftës që akon bisedu, koshore, sidomos tonë që nuk janë vrej dallimet, qoftë FARC, qoftë TÇK, u konë një uniform. Po s'ka pas FARC, nuk ka ekzistuar FARC, se tani përdorin edhe ju gazetarët e përdorin termin FARC. Më tregoni uniformën e FARC-ut. Unë jam oficer. Që të dalloj ushtërinë, unë do të shoh uniformën. Më nxirrni një ushtar të veshur me uniformën FARC. Ma gjeni një, vetëm një. Ka? I nuk ose është marrëveshje. Të lutem. A ka një ushtar FARC? Ma gjeni një, vetëm një. Dhe unë do të them, po, pas ka pas. Unë do të them, pas ka pas. Po s'ka pas, bërba. Po edhe Ahmet Krasniqi, Halil Bica, kur e vesh me uniform, kanë qenë luftar të UÇK-s, me emblem të UÇK-s, Po ka mbajtur uniform, deri kur u bë ministër Halil Bica, me uniform të UÇK-s. Ka qenë të shtëpia ime 100 herë, me uniform të UÇK-s. E të tjerë, me uniform të UÇK-s, e luftar, me uniform, ç'do më thon kjo? S'ka ekzistuar babur ky FARC, ç'është ky FARC? FARC ka qenë nocion politik për kur çlirohet Kosova. Ja, ka shkriu tani, u kriju ushtria e Kosovës. Tani le të thonë këtyre forcat armatuese të Republikës Kosovës. Po, është krijuar tani. Le ta emërtojnë dhe le ta
le ta legalizojnë dhe le ta qojnë deri si të duan ata ta qojnë. Por jo në atë kohë. Në atë kohë ka pas një uniform. Çdo tentativë për të krijuar dy ushtri, për mua ka qenë banale kohës dhe unë kam luftuar me shumë forcë që të shtuket ky mendim, se në praktik nuk ka pas, po edhe mendim të mos ketë. Se dy ushtri luftojnë kundra njëra tjetrës në front birë. Nuk ka dy ushtri që po shlirojnë vendin. Tani unë komandanti kësaj ushtrie, ti komandanti asaj ushtrie, hajtë shkojmë ta shlirojmë vendin. Ja. E shlirojmë vendin nëse njëri nga ne dy është komandant. Më kupton? Se tani këta gjithë komandant e shlirojmë secili prej sa vet. Jo, nuk bëhet. Nuk shlirohet ashtu. E shlirohet kur ka një bindje që çdo shqiptar, në borën e çdo shqiptari ka një gishdhëqe ai veti dhe ka për detyrë t'i dalë zot. Unë edhe kur them për vete, jo, unë kam mbrojt dhe gishtin e dheut të timin në oborin tonë dhe tjetër që kam pas për detyrë me mbrojt. S'kam bën erë dikujt. Kam kryer detyrën time. Edhe në oborin tim ju gjithë keni nga një gishdhëqe që është juaj dhe duhet ta mbroni. Ka që është gjithë shkenca e adretarisë, nuk ka nëj portret kush e di çfarë. Në kohë të luftës e keni inspektu, keni një dhe keni kufinit, do me thonë, pjesën e pashtrikut të Koshorës. Po, kam Në cilën kohë, kur janë zhvillu, kur ka qenë betejë? Edhe në Koshare kur ka fillu fronti Kosharës luftën, edhe në pashtrik kur ka fillu fronti pashtrikut luftën, kam hyrë, sepse unë dëshëm... Jo, muja ka rënë dhjetor. Fronti ka fillu në majtë 99-ës, fronti pashtrikut. Tjetër lufta jo, tjetër kjo. Kështu që unë kam hyrë, po si, sepse dëshëm e pa, ku është fronti, ku vija, ku e luftar, që po bëjnë. E kisha për detyrë, unë isha në mes luftarëve të mi. Isha në brenda kuadrit detyrave të mia. S'ka rëndësi a kisha unë që uniforme kisha dhe çfarë bëja. Në prill maj 99, do me thonë ndodhë beteja Koshorës. Në 9 prill 99 s'ka fillu beteja Koshorës. Që është beteja më e madhe, edhe që ka jehuar më shumë. Nuk thonë beteja më e madhe, nuk mund të themi beteja më e madhe, është një front. Ka bo zhurmë më shumë, jehuar. Jo, nuk po them zhurmë, jo, se është gabim të thuhet ka bërë zhurmë. Edhe të thuhet beteja më e madhe, sepse po që puna për beteja të mëdhaja janë beteja të tjera. Koshara nuk është betej, është front lufte. Dhe është front i një operacioni të madh, siç ka qenë operacioni Shigjeta, i cili ka qenë i planifikuar të zhvillohet në 3 fronte kryesore. Në frontin e Kosharës, frontin e Pashtrikut dhe frontin e Kallabak-Koritnikut. Që nuk u realizua ajo sepse përfundoi lufta. Ama këto 2 fronte tjera filluan luftën. Pra Koshara është një front lufte, nuk është një betejë, se është gabim që i thuhet beteja. Publik njihet. Beteja është gabim. Betejë do të thotë një luftë një ditore, një betejë, një ditore, një ndeshje. Beteja është ndeshje. Kurse ajo është një luftë që ka zgjatur 3-4 muaj, sa ka zgjatur ajo, prill, maj, qershor, 3 muaj. Është një front lufte që ka vijuar në mënyrë standarde luftën e Curin dhe ndeshjen me forcat serbe. Ajo ka 2 vlerat të veçanta Kosharja që duhet t'ja dim vlerat. Vlera e parë është Kosharja ka filluar si një front me ushtri klasike. Në luftari në front në Kosharës ka pas edhe pakete individuale kundërkimike, edhe pakete individuale shëndetësore, edhe helmet, edhe kondërgas, edhe çantë shpine, edhe gjitha pajisjet e tjera që i duheshin një luftari të kishte me vete. Çka nuk i kanë pas luftarët e tjerë të UÇK-s. Kanë qenë privuar nga kjo mundësi. Kurse atyre ja u krijuam të gjitha mundësitë që t'i kenë këto. Pse? Sepse ishte një front që po krijonte një zonë që i vazhdimsi e përtej kufirit të Shqipërisë. Dhe këtu në këtë zonën e vazhdimësisë përtej kufirit të Shqipërisë do vinin ekspert NATO-s, do vinin ekspert amerikan, do vinin diplomat gjithë botës, do vinin gazetar gjithë botës, do vinin spionat gjithë botës, dhe do ballafaqoheshin me një ushtri të nivelit lartë,
të një rregullësie interesante që po lufton dhe ne donim t'i tregonim që ne ushtria jonë është nivela. Nëse i kishin pa helmeta këta tjerë, pa kontragas. Më kupton apo? Po ne donim t'i tregonim atyre që jemi, po e marrim veten, po bëhemi kështu. Kjo ishte njëra nga problemet pra që i dha më shumë jahon këtij fronti. Së dyti, ky front soli përballë gati 1/3 në forcave serbe në Kosovë. Po 1/3 e forcave serbe në Kosovë ishin rreth 30.000 trupa. Dhe 2.000 trupa shqiptare këtu të frontit Koshares kishin përballë një forcë kolosale serbe përballë vetes. Domethënë thithja e gjithë këtyre forcave. Ja u lehtësoi punën fronteve të tjera nëpër Kosovë, në Drenicë, në Dugaqin, në Pashtrik, në Shal, në zonat të tjera, në gjitha zonat e Kosovës. Cili u kon kontributi i Shqipërisë këtë edhe çka ka ndodhur me 11 maj, domethënë 1999. Shqiptarët e Kosovës pak është e zbardhën që kjo ngjarje. 11 maj. Po kur janë 4 kilometra forcat serbe brenda Shqipërisë. Edhe ka ndodhur një luftë. Shiko. Me 11 maj kanë hyrë një repart i forcave serbe në Shqipëri, në një front rreth 4 kilometra dhe ka hyrë rreth 2 kilometra 100 metra në thellësi të Shqipërisë. Në Qafmorin, në Tropoj. Po, ku është kufinit është? Po, me në kufir kanë hyrë ata. Dhe mendoj që nuk kanë qenë ushtar. Këta. Kanë qenë kështu nga këta shamizest që ishin ata paramilitar. Ose kanë qenë të përzierë. Por ka pas shumë nga këta me shamizesa. Që i kam parë vetëm. Dhe ata kanë hyrë me një synim. Jo për të pushtuar Shqipëri, se nuk mund të pushtuar Shqipëri, se s'pushtuar Shqipëria me i batalion ushtarësh. Por për të ndërprer rrugën e furnizimit me trupa dhe me municione me ushqim të përfront në Koshares. Për ta kapur këtë lartësi dhe për ta mbajtur këtë rrugë. Ky ka qenë synimi të tyre e këtyre. Çka nuk e realizuan dot. Sa ata me datën 12-13, pastaj si rrjedhoje kundër përgjigjes që ju dha nga forcat e ushtrisë shqiptare, ata u likuiduan thojse gjithçka, domethënë, dhe ju mbajt gjithçka kishin me vete, ju mbajtëm aty ne. Që nga armë automatike, mitraloze, municione, çanta shpine, helmeta, gjupa, zolat që kishin me vete një 73 copa që janë mbajtëm aty nga ngarkumi qumë Koshare, e gjithë ato mbetën aty në për vendet e luftimit, sepse ata luftëtarët s'po gjenin do të vetëm ku të futeshin për vete pastaj. Do thotë gjosat janë që krejt ata luftorë serb janë vrarë aty. Nuk them krejt, por ata janë nuk digjat, nuk mund të them dhe s'dua të them, domethënë se termi u vra në luftë nuk shkon, por domethënë për mua i repart është azgjesu plotësisht. Ka që numër një madhi? Rreth një batalion, me diku 400-500 veta. Mund të ketë qenë ata, por janë shpërtalluar zhdukur komplet ata, domethënë në një mënyrë të rrep të egër shumë, sepse veç me zjarrin e artillerisë të mortarëve janë rrahur plot 5 orë. Sepse synimi ishte që ne të zhdukim ata po pa në ovëra ushtarët tanë. Do ka pas luftë me ushtrisë shqiptare. Policia nuk ka pas ndihmë i policisë. Cila policia? Tropojës. Po s'kishte policia nuk është forcë luftarake. Po. Policia është fortë rendi, fortë ruajtje, ja, s'ka. S'merret e me atë punë. Pastaj ishte komandi i brigadës që merrej me atë problem. Unë isha atje për ta vëzhguar drejt për drejt situatën edhe kaq ka shkuar çështja në likuidimin me datën 13, aty ka qenë gjithçka i likuiduar. Data 13 kemi mbledhur gjithë armatim, municionin, pajisjet, çka kemi mbas. Aty bile unë kam parë që ushtria serbe ka mbaruar. Sepse në çantë ushtarëve kam gjetë nga një bukë gjatë kështu, kur e thyeshe ajo ishte jeshil në mykun, nga një kështu jo derit kështu nga këto me të neqe, punë 100 gramshe mund të ishte. Konserva, punë 100 gramshe, qasok ishte, cigare në bardha, drino, edhe fishek kështu, rifugjo me grusht në çantë shpinës ushtarë. Këto 4 element
ishin qenë në çdo ushtari që i kanë Çogo kontrolluar. sinjal që veç u varfrusi ushtëria. Ja, ishte mbaruar. Aty u kam thonë që ushtria serbe Po. e Jugoslave ka mbaruar tani u burra. Po. Vazhdoni me para. Sepse u pa me sy që s'kishte kur gjë ajo punë. Po. General është një figurë që ke folë edhe te Parrutlla edhe tash sfundin preseng për Fatmir Hoklen që në Kosovë dojnë është një farë admirimi për to, nuk e di arsyen pse. Cili u kanë veç për të pyesësh për pjesën e luftës, cili u kanë roli i tij në luftë. Pa hin ato Shiko. detajet Shiko, brenda Shqipërisë. Fatmiri është një djalë që në vitet 97 ka pasur një ndikim në vitin 97 një ndikim të madh si rrjedhoj e gjyshit vet. Babës nanës, Isuf, Mansalihi. po. Mansalihi. Është mos gaboj termet pasardhës i baraktarit Krasniqës. Gjyshi i Jasalihit, Jas që është në Burg sot. Është gjyshi njëkohësisht edhe i Fatmir Haklajt. Në vendin ku moj konferenca e Bujonit, a jam gabim. Jo mos si ngatro me kështu. Domethënë, Mansalihi është gjyshi i Jas dhe i Fatmirit. Po. Qartë. Baba i Jahës e ka bab Mansalihin, nona e Fatmirit e ka bab Mansalihin. A më kupton Po apo? gjysh. Njëri ka gjysh dojve, njëri ka Po, gjysh shtëpisë. po. Kështu që ky djali, me qenë se mani në atë kohë, kur gjithçka ra, i mlodhi pushtetin e qeverisjes vendore, mani, një burr i jashtëzakonshëm, një plak i hishëm, 2 metër burr, me pas lezet me nejt 2 minuta me ta. I mlodhi këto burrat e Malësisë Gjakovës, e mlodhi edhe këto qeverisë vendore, kryetar rrethje, kryetar bashkie, këto qeverisë vendore, kryetar komunash që ishin, dhe u organizuan për të vendosur rregull në këtë rrëmuj që ishte në Shqipëri për ta mbajtur të disiplinuar Malësinë e Gjakovës. Dhe në këtë kuadër, Fatmiri luajti rolin e vet si djali i shkath, i zoti, për rendin. E angazhoi ky komitet i shpëtimit që u krijua. E angazhuan për rendin, dhe Fatmiri mori ngjyrën e një shefi komisariati në një farë mënyrë. Dhe kjo ka qenë fillimi i 97-s, në mars, prill, maj 97-s. Pastaj kanë filluar konfliktet, më vonë. Që janë gjëra që janë jashtë meje dhe unë nuk mund të merrem me analizën atyre konflikte. Por unë di një gjë, për mua kanë qenë djemë të shkëlqyer, jashtëzakonshëm. Edhe ai Fatmiri, edhe Jaha që është në Burg sot. Po, a i keni taku shpesh, general? Po i kam taku, nuk e di sa herë. Po. Në çdo rast që kam shkuar në Trapoj i kam taku, sepse ata kanë qenë shumë të mirë, shumë të disiplinuar, shumë atdhetar, në mënyrë absolute. Atë kujtuar në sekuenca, janë këtë gatshëm që me të thuhet që janë këtë gatshëm me morë dhe aksione brenda Kosovës. Ja, nuk merrem me supozime, sepse është gabim mund të merrem me supozime, por mund të them që ata kanë qenë djemë të fortë, djemë të qëndrueshëm, dhe që e kanë dashur atë dheun, e kanë dashur Kosovën. Nuk i kanë bërë asnjë pengesë luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Absolutisht nuk e marrë me trafik armësh ata siç po flet dikush, kanë dalë pas interesa me shit armë, absolutisht jo. Kishin mënyra të tjera ata që po donin me fitu para fitojnë para, s'kishin nevojë me fitu para me një pushk, do ta blesh 5 tash 7. Si intereson të Fatmirit as Jahës as kërkujt në atë kohë, në Tropoj më marrë me këto vogëlsira. Më kupton? Kurse të tjerë pastaj flasin si u vje për shtatë. Për mua kanë qenë luftëtar të mrekullueshëm të atdheut. Ju kanë kontakt. Se çfarë problemesh kanë pas të mbrëmshme pastaj, se çka kanë ndodhur mes tyre, se kë kanë vrarë, kush i ka vrarë, se çish janë vrarë, këto kanë qenë probleme që unë nuk jam marrë me ta sepse nuk janë fushës veprimit tim. Se marr as me rendin, as me policinë, as me gjëra, dhe unë jam marrë me ushtërinë, me organizimin për mbrojtje dhe si të tillë edhe ata e kishin për detyrë të ishin luftarë në radhë e divizionit të Kukësit edhe ata për mua kanë qenë të devotshëm për ta kryer detyrën e tyre. Ne s'u di çmë quajnë në terminologjinë grupacion, grup, mergimi që formohet ose që ndodh çarmatosi aty ne. A ju kanë kontaktu, domethënë Fatmiri? Nuk e di për ka. Juve kur ka ndodhur kjo çarmatosja e Jo, nuk
Ajo e qarmatosja, Po, shikoni, nuk ka lidhje kjo me luftën. Se kjo ka ndodhur me datë 20 qershor. Me 20 qershor s'ka pas luftë në Kosovë. Po. Aty ka ardhur një njësi armatosur, rreth 300 ushtarë me armë. ka ndosh me u fut në Kosovë. Kush jeni ju? Qa jeni ju? Ku shkoni ju? Të armatosur në Kosovë, tani s'ka, jashtë disipline. U deklaruan ata që ishin, këto veprime janë bërë në koordinim me mua. S'ka bërë kur gjë jaha, jo jaha, se jaha sa kanë hiq aty, po Fatmiri, ka qenë Fatmiri, komandi brigadës, policia ushtarë. Absolutisht çdo veprim është ndërmarrë në koordinim me mua dhe janë zbatuar detyrat e mia. Më kupton? Janë zbatuar urdhrat e mi, nga fillimi deri në fund. Ata deklaruan që ne jemi luftar të Ramush Haradinajt. Edhe ne ju tham, po, dakor, dorëzoni armët, shkoni te Ramushi, na marrë telefon Ramushi, ja u sellim armët mëna orës në Dugaqin. Jo ashtu nuk duam ne. Ne s'mund të lëshojmë të shkoni, se luftar të organizuar, të armatosur në një vend ku s'ka luftë, ku shkon, kush je ti? Me këtë do luftosh? Çfarë qëllimi ke? Ku do shkosh? Është krejt normale në një shtet. Normal. S'është bërë asnjë veprimi pa, bile ne jemi treguar shumë durush me ata. Ne as si arrestuam, as si tham, i lutëm gjithë ditën, mas ditë thanë, do t'i dorëzojmë babin. Është një repart atje. Mirë, më thanë. U tham. O konta ish zemra ty po? Jo, sa konta i. Ka pos mundësi me eskalu këto? Nuk e di ç'do ndodhte. Po. Nuk e di ç'do ndodhte. Po vinte një njësi armatosur e pa njohur. E armatosur e pa njohur. E pa evidencuar në rrjedhat e asnjë lloj organi të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pjesa asnjë zone të ushtrisë shqiptare të Kosovës. As Dugaqin, as Pashtrika, as kërkush, as kërkush. Kush je ti? Domthon, jo jemi të Ramush, në rregull. Leni armë tu, leni me rojet tuaja po dojeni, shkojnë të Ramushi, më në orës vinë armët atje. Dhe ti merrni secili tuaj. Jo, po ne duam me shku me gjë. Nuk mund shkon, se nuk lejohet. Si mund lejoj unë në kushte situatë në paqe 300 ushtarë të armatosur të kalojnë kufirin të hynë me vend tjetër? Si mund lejoj? A është normale? Unë do t'isha i lojtër mensh për të lejoj e këtë. Kusë ata kanë kryer detyrat, urdhrat që u kam dhënë unë. Nuk kam bërë asgjë kokën vete. Bile e kujtoj si tani një telefonat në fundit të Fatmirit në 9:30 të darkës, kur morin telefon tha, general tha, si të veprojmë, në Mabin ishin atë kohë. Si të veprojmë tha, të zbatojmë urdhën tonë apo të bëjmë të pasur, se si duket dikush në Karagjoc. Ju premtoj para, sa doni që të na lëshoni të shkojmë. Po pse duhet kërkonin para, do të paguanin para ata për të shkuar? Kur mund të shkonin shumë mirë, të rreshtoheshin në obor të Ramushi edhe të shkonin armë brenda orës. A jeni luftar të Ramushit? Po, shkoni. Po ata nuk e di çfarë ishin. Edhe sot unë nuk e di çfarë kanë qenë ata. Dhe sot nuk e di çfarë synimi kanë pas. U detyrova unë atëherë të urdhëroj që ata duhet vinë nga Kuksi. I vetmi vend kalim për Kosovë ishte Morina, Kuks. S'kishte vend kalime të tjera, të ligjshme. Në atë kohë. I kthym mbrapa për gjatë natën erdhën në Kuks. Edhe janë hyrë të armatosur. Jo, hyrën në Morin. Po. Morini që armatosi Gjermani, se Gjermani ishte shtet. Si që isha unë këtu, unë nuk desha më konfliktu, me rrethu me policie, me i qarmatos, një nga një me bo poteret madhe, kotë skoti. Atëherë thash, s'do një kështu ju me të mirë, si që them unë. Rregull, është shteti tjetër atje ma tanë. Shko. Atje i qarmatosi Gjermani, ma more armë gjithë dhe Gjermani. Vjen që të qonin armë të ushtëria të në Ramushi, atë jo dorëzun Gjermanit. Ka që ishte gjithë shkenca, nuk ishte në shkencë madhe. S'ka në gjë. Dhe këtu s'ka as në gjë veç Fatmiri apo dikush tjetër. Po. Ja. General, për shkak të kohës, po dolim këtë në fund, qysh mendon që janë trajtu, domethënë, ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës pas luftës, edhe të shkruar të raportu drejt, të shkruar historia drejt. Shiko, për të shkruar historia do shkruhet drejt, pavarësisht se sa rrejnë ata X-ja Y-ni, se mund ta bëj historinë si do qefi. Historia do shkruhet drejt. Por për trajtimin pas lufte për mua është shumë e mangët, shumë banale, në kuptimin vërtet fjalës. E tham pak më herët, një pension
170 eurosh dhe ai pension nuk është shpërblim lufte, po quhet pension. Dhe aty në ligj ka një nen që thot nëse merr këtë pension nuk ke drejt marrësh as pension tjetër as të bësh. Imagjinoje tani, unë jam veteran i luftës. Nëse unë do të marr shumë atë pension 170 euro, duhet heq dorë nga pensioni im që marr 500 euro në ushtrinë shqiptare. Pra, unë duhet lë 500 për të marrë 170 vetëm pse është pension i luftës. Ja. Unë më mirë s'aplikoj kurrë për këtë, mos ja pasha bojën, edhe vazhdoj unë pension se i kam shërbyer 40 vjet asaj ushtrisë shqiptare, edhe vazhdoj të marr pensionin tim që i kam der djegsa edhe i kam pagu taksin gjithë jetën. Më kupton. Është banalet kjo të thuash që ruaj familjen ti tani me 170 euro për një muaj. Kur një djalë sot ka raste që 170 euro nuk i dalin për duan. Si shohun si shpo e pin duanën disa, që pin 4-5 paketa, e paketa është bërë nuk e di se ka çmimin. Afër 3 euro, po. Po 4-5 paketa i thon 15 euro në ditë, rreziku dashkan punojnë edhe një 2-3 pensione të tjera, veç me pi duhan për një muaj. Më kupton apo? Pra nuk e kuptoj unë këtë lloj banaliteti. Ky është një ligj banal, për mua duhet të ishte hequr, duhet të ishte zhdukur, por ushtria qendrore e Kosovës duhet të fuqizojë vetveten sot aktualisht. Me kon ushtria qendrore e Kosovës ashtu siç duhet të ishte, sot nuk kishin bo as ato 10 seancat në parlament që nuk zgjidhet dot në kryetar kuvendi. Më kupton? Sepse i kishte rrethu parlamentin edhe si lidhe me dalë më deputet për jashtë, po t'ishte ushtria siç e ka Amerikani. Merre studioj ato ligjet e ushtrisë e veteranëve të luftës të ushtrisë amerikane aty. Çish janë. Edhe veteran amerikan. E di kush është veteran amerikan? Një që ka qenë 6 muaj në Kosovë. Një që ka qenë 6 muaj në Irak, në Afganistan, apo në Kuvajt, apo në Arabi, apo në Kinë, apo nuk e di ku ka qenë. Një tillë, apo në Afrikë. Është veteran i luftës. Kurse veteranët tanë nuk janë veteran që kanë qenë 6 muaj diku. Janë veteran që ka luftuar mbi 2 vjet, kanë luftuar edhe mbi 5 vjet, dhe kanë çliruar vendin e tyre, kanë çliruar dheun, kanë krijuar një shtet. Këta janë kupola veteranëve, madhështia veteranëve. Dhe pikërisht këtë madhështi të veteranëve ne kemi lëshuar tek leckakpucëve të politikanëve. Kurse atje me ja u prish veteranëve ai presidenti s'në hien zyrë në shtëpinë e bardhë, ose s'e ndale prej asaj. Kurse këtu tek ne se qa ku shkokën a kemi veteranë të luftës as kemi. Kur as doni ju ta zgjidhni kryetarin, po, se u mësojmë ne. Rrotu parlamentit. Dilni bua majti. Edhe kaq. Kështu zgjidhen punët. Po ne kemi menen ta përbuzim ushtrinë qendrore të Kosovës. Ja tani po rallohen, po vdesin, po shkojnë, po rrinë. Ja do ngelen edhe pa ato luftëtarët. Po unë uroj që të vinë djemtëri si puna juaj që ta dinë se që është historia kombëtare, që është madhështia kombëtare, që është interesi kombëtar, dhe që është ardhmja kombëtare, për të mbështetur tek e kaluara. A nëse ne themi e kaluar çkoj si e kaluar dhe ardhmja le të visi do qefi asaj, e rëndësishme është të kaloj mirë unë një 5 ditë, atëherë mirë ata se prap ky kombi shqiptar që ka mbijetuar gjithë fortunave të shekujve, që 2700 vjet, ju ka mbijetuar gjithë fortunave të shekujve, gjithë perëndorive më të mëdha të botës. Këta ka për t'i pështyr si gëlbaz, me nërë me thonë, këta mbeturinat që mundohen të marrën në përkombi historinë kombëtare. Kur do qofshin? General, atë në një pyetje për fund krejt, të gjykatën speciale, dhe më thonë Hog, janë të gjyku krerët kryesor të UÇK-s. A përsheni se një gjykim ndaj UÇK-s, apo ndaj individëve të caktuar? Unë jam deklaruar që në fillimet e saj, kam bërë edhe një libër bile UÇK përballë shpifjeve, që merret me këtë çështje, dhe që për mua është krejt e pastër, që është tentativa e barazimit të kriminalit me viktimën. Politika evropiane është e interesuar që të ketë më mirë 2 kriminal me krimet barabarta se sa një kriminal e një viktim në Ballkan, dhe po tentohet të krijojë një kriminal të madh
si organizata ushtrisë Slimzaj të Kosovës që dënë ta etiketoj si organizata kriminale, e përbashkë kriminale që e kanë thënë ata, nuk është çështje individësh. Ata burrat atje janë atje për të mbrojtur pikërisht ushtërinë dhe luftën e Kosovës, për të mbrojtur të drejtën e Kosovës, për të mbrojtur krenarinë e Kosovës, nuk janë për të mbrojtur vetveten. Sepse ata, si individa, s'kan asnjë lloj problemi me ligjin kërkun, askund s'kan asnjë lloj problemi me ligjin. Ama çështja ka që dikush don të bëj qefin edhe babës edhe këtë miletit, dhe kështu, po kur vje puna në këtë proces, rrjedhën kjo situatë që ka ardhur për ne, por këtu fatkeqësia qëndron që jo ne shqiptarët nuk e kuptojmë tamam mirë këtë punë. Sidomos shteti i Kosovës se ka kuptuar fare këtë punë. Dhe po shkon drejt asaj që nesër ti thonë presidentit Kosovës apo kryeministit Kosovës që ti po udhëheq një shtet që ka lindur si rrjedhë e veprimtarisë së një organizate kriminale. Prandaj unë nuk e di se ku i çon mendja këta që nuk bëhen barikad bashkë me ata burrat atje në Hag, për të thonë boll politikës banale kundër shqiptare të barazimit të kriminalit me viktimën. Çështja është që për mua ata burra duhet kishin ardhur ke shtëpia me kohë, me pafajësinë e tyre. Mirë po, e drejta dhe drejtësia janë dy gjëra. E drejta është hyjnore, drejtësia është politike. Nuk e di atakohen ata ndonjëherë. Këtë duhet të kemi të qartë. General, falenderoj shumë. Faleminderit që ty. pranove ftesën tonë edhe na u përgjigjen pyetjet që të kena parashtruar. Faleminderit juve, uroj të kem përmbushur sado pak për çmëritë tuaja dhe të keni sukses në këtë Nëse ju qeveri, shpresoj që populli u janë mirënjohës juve dhe këtë ushtarëve, çka ju bën mirë që me ardhë në Kosovë sa më shpesh. Unë ndihem shumë mirë. Mua luftëtarët dhe populli më do shumë. Dhe jam shumë i lumtur. Dhe jam vërtet i lumtur sepse më krijohet bindja që e kam kryer mirë detyrën time. Jo gjithçka në perfekcion, po e kam kryer mirë. Dhe kjo është gjë e mirë. Faleminderit. General, faleminderit juve, të uroj shëndet dhe mbarësi në jetë. Mbarësi për ju. Shikues të nderuar, këtu jemi në fund të këtij emisioni, deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.